Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni shpërthen kur Alba dhe Eliona përfshihen në një debat të ashpër dhe të ndjeshëm. Alba, e zemëruar dhe e vendosur, nuk nguron t'i thot Elionës të gjitha ato që mendon për të. Me një ton të lartë dhe të fuqishëm, ajo thot se Eliona është vajza më e keqe, një njeri i keq dhe pa të ardhme. Fjalët e saj bien rënd në ajër dhe krijojnë një atmosferë të ngarkuar me tension dhe emocione të forta, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve të tjerë. Ajo nuk ndalet këtu. Alba vazhdon të ofendojë Elionën dhe të nxjerrë në pa të kaluarën e saj, duke thënë se ajo ka shkuar me burra të martuar vetëm përpara. Çdo fjalë është e mbushur me mlleth dhe dëshirë për të bërë që të gjithë të kuptojnë se si ajo e sheh karakterin dhe veprimet e Elionës. Ky reagim i Albas nuk është thjesht një debat, por një sulm verbal që duket se ka për qëllim të përçojë mlleth dhe shgënjim për veprimet që ajo i konsideron të papranueshme. Eliona qëndron përballë sulmit me një kombinim të habitjes dhe mllethit të brendshëm. Ajo përpiqet të mbajë qëndrimin e saj dhe të mos reagojë menjëherë, por tensioni është i dukshëm në fytyrën e saj. Banorët e tjerë që ndodhen pranë ndjejnë energjinë e momentit dhe disa përpiqen të ndërhyjnë ose të qetësojnë situatën, ndërsa të tjerë të shikojnë gjithçka me kuriozitet dhe pak shqetësim. Atmosfera brenda shtëpisë bëhet e ngarkuar me emocione të forta, pasi fjalët e Albas prekin çdo njeri që është pranë. Çdo shikim, heshtje dhe lëvizje e banorëve të tjerë shton dramatizmin e momentit dhe bën që tensioni të ndihet gjithandej. Reagimet e Elionës dhe mënyra se si ajo përpiqet të përballet me akuzat e Albas e bëjnë debatin edhe më të ndjerë dhe të fortë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori të fuqishme emocionale. Publiku mbetet i intriguar dhe i tensionuar, duke ndjekur me kujdes çdo reagim dhe duke pritur të shohin se si do të ndikojë kjo përplasjes mes Albas dhe Elionës në marrëdhëniet e mëtejshme brenda shtëpisë.